tash për Milaimi dhe mentorin, apo dhe Ida Verin, që po i quajnë tre njerëzit që janë më të integruar në këtë. Ju thatë që Albin Kurti është ai përgjegjësi, po e vam aty në shtyllë dhe po i gjuaj me gurë. Çfarë mund të bëjë Albin Kurti për ta zhbërë këtë krizë, për ta zgjidhur këtë krizë, dhe nëse nuk e bën, atëherë po i themi që po, ky është ai që po e shkatërron këtë përpjekje për stabilitet politik. Në qoftë se i referohemi deklaratave që janë të regjistruara në YouTube të Albin Kurtit në rastin e Kadri Veselit, ai ka kërkuar me këmbë gulësi që të ndrohej kandidati për kryetari i Kuvendit të Republikës. Po, para vendimit GND-s, para vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese jep vetëm një opinion, sikur 98% kolegëve tonë. Tani nëse ndrohet kandidati, mund të zgjidhej kjo? S'është opinione, është urdhër ai. Jo, nuk është urdhër. Kur e ka marrë vendimin për zotin Thaçi, gjykata kushtetuese ka marrë vendim për kryeministër brenda 15 ditëve, në qoftë se Albin Kurti nuk arrin të bëjë qeverin, atëre mandati i kalon partisë të dytë që dallon nga Shqipëria, ku mandatin e merr Edi Rama, mbasi Edi Ramës e merr Belinda Balluku, jepet individit, jo partisë. Në Kosovë jepet partisë numër 2, që në këtë rast është Partia Demokratike e Kosovës. Po, se ka 24 mandate. Eksakt, ndërsa kryetari i parlamentit mund të shkoj paskajshmërisht, do më thonë nuk ka kur farë afatësh kushtetuese. Se nuk është thënë tjetë domosdoshmërisht përfaqësuesi i mazorancës, kryetari i parlamentit. Por tash kur do të shpjegoj pse thash dy palët janë përgjegjëse. 10 deputet të Kuvendit të Republikës të Kosovës e para mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, se deri kur do të vazhdojmë kështu për të marrë një opinion, dhe një gjë të tillë nuk e ka bërë opozita, sepse nuk janë të interesuar e para të krijojnë asociacionin, se sikur një që bojnë dy, kanë me kriju asociacionin ose qeveria Albinit, ose qeveria tjetër. E para, e dyta, e ka spjeguar në mënyrën ma brillante, shkencore, Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai thotë që sikur 10 deputet Kuvendit të Republikës të Kosovës të drejtohen gjykatës kushtetuese për marrjen e mandatit, do më thonë për dhënien e opinionit, jo për marrjen e mandatit, po për opinion nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese do të thotë që nuk lejoheshti edhe t'japsh dorëheqje si kryeministër, sepse ligji të cilin e ka sjellë në fuqi Albin Kurti thot tekstualisht kështu: kryeministri dhe ministrat në momentin që dhanë dorëheqje për të bërë deputet, nuk mund të ushtrojnë edhe rolin e deputetit, postin e deputetit edhe qeverisë. Tani çka ka ndodhur? Albin Kurti, duke bërë vepër penale, po shkon punë si kryeministër me ministrat e tij, po merr vendime. Apo e kuptoni ju se në çfarë pozicioni janë pozita dhe opozita. Dy palët ju interesojnë dy gjëra. E para me shku me morë pagën si deputet, e dyta, 70% të këtyre deputetve nuk do të rizgjidhen më deputet. Dhe ajo që e tha e ti, që ndronë, që interesi shtetëror nuk figuron në mendjen e deputetve të Kuvendit të Republikës Shqipërisë dhe të Kuvendit të Republikës të Kosovës. Pse? Sepse po të shikosh kualifikimet e tyre arsimore, për shembull, po të shikosh historinë e tyre, unë kam bërë njëherë një pyetje: a ma shumë ju frigohen deputet tonë 4 libra mja u fut në dhomën e gjumit, apo 4 bomba në krevat? Këta janë total njerëz analfabet, që as diçka në shteti, as interesi shtetëror, nuk e kuptojnë që ne akoma jemi në luftë me Serbinë. Sikur Kosova të ishte në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të ishim vërtet një shtet normal. Okej, çoj e pafundësisht, dhe e fundit e po e përfundoj. Si ka mundësi që është betonu në trurin e qytetarit të Republikës të Kosovës, që asë një parti politike nuk guxon të mendoj për të bërë një kompromis me listën serbe. Kur deputet e listës serbe janë deputet Kuvendit të Republikës të Kosovës, marrin paga nga tatim pagues të Republikës të Kosovës, dhe tani lind pyetja:
pse të mos ulemi dhe të negocojmë për votat edhe të listës serbe? Sepse çdo njeri prej këtyre ka ardhur në pushtet duke shoh listën serbe. Sikurse Vučići që rrin pushtet në Serbi duke shoh Kosovën, liderët politik të Kosovës fitojnë poena jo kundër shtrejtimit çmimit të energjisë elektrike ose ujit ose bukës, vetëm duke shoh Serbinë dhe listën serbe. Vështrim politike e pastaj që nëse do fusim listën serbe në qeveri, çfarë qëndrimi se luftohet për vota aty. Më falë, që kolegje, skoqore pa e duke menduar diçka, kam përshtypjen se gjitha kjo që po ndodh sot shtrihet disa muaj pas në kohë. Nëse mbaj mend, rezultati i zgjedhjeve përcaktoi shumë atë që po ndodh sot. Kemi 10 mandate më pak për vendvendosjen dhe këto erdhën mbas goditjes frontale që mori në zgjedhjet lokale përpara dhe në një farë mënyre ata Albin Kurti dhe të tjerët filluan të nuhasin e të ndjenin që po thërmohej jashtë të quajturit mit i Albin Kurtit si mbajtës si flamurit të një Kosove e cila do arrinte shumë çka, do t'i dilte përballë serbit, do kishte një ushtri të fortë, do ishte dinjitare. Duhet kuptojmë që sot ajo që po ndodh tash 26 raunde, njëherë në 2 ditë, po ndodh në një Kosovë që sapo ishte e sankcionuar, gjë që është shumë e rëndë për një vend si Kosova, një shtet të ri, pa asnjë njohje në 4 vjet, dhe ajo që mua më shqetëson më shumë në gjithë të situatë është reputacioni i Kosovës në arenën ndërkombëtare, që është ajo që e mban në këmbë shtetin e Kosovës, është më i brirë se çka qenë ndonjëherë. Në mënyrë ballkanike, siç e thanë parafolësit, jam dakord që janë sherrre, hatërmbetje, qoftë edhe pazare. Por në fund fare të historisë, asnjë nga partitë politike të Kosovës nuk po pyet për brishtësinë që po i jep shtetit të Kosovës dhe kufive të saj me të gjithë të që po bën. Ne kemi 2 pesha të çuditshme që të bëjnë dhe për të qeshur, groteske. Tani kemi Defender 2025-ën, dhe presidenten e Kosovës që shkon me Albin Kurtin, thotë që ne kemi vite që blem armatime, i blem nga Kroacia, e të tjerë, pra shikoni, ne jemi të fuqishëm, po modernizohemi, nga ana tjetër ti ke kaq shumë kohë pa pasur institucione. Të rrofshin armët në momentin që ti nuk e institucione, në momentin që figura e shtetit tënd bëhet aq e brisht dhe qesharake dhe aq sa ndërkombëtarët deri sot që ka qenë një takim me ta, të kanë lënë në fatin tënd. Nuk ka ndodhur asnjëherë me Kosovën, vend strategjik në kufi me Serbinë, në një Ballkan perëndimor që duhet të përballet pra me influencën ruse të tjerë, kur si këtë rast Kosova nuk është lënë në fatin e saj nga faktori ndërkombëtar. Është dhënë një deklaratë shumë kuptim plot e ambasadorit amerikan sapo mbaruan zgjedhjet, opozita i ka të gjitha shanset për të qeverisur. Me sa duket, qartësisht në këtë zvarritje që po i bëjnë partitë opozitare, sot PDK-ja foli hapur, ne kemi emrin e kryeministrit në asamblen që bëri, me sa duket, qartësisht janë dhe sinjale ndërkombëtare, transoqeanike, që në një farë mënyrë nuk i lejojnë këto parti që të vazhdojnë mëtej dhe të shkohet, mendoj unë, në zgjedhjet parakohshme. Ndërkohë jemi duke parë pamjet e sotme të pranisë presidentes Kosovës dhe të kryeministrit në Defender 2025, që ne kemi trajtuar gjerësisht